ekstrem selektive. Unë me meshkuj ekstrem në problem. Nuk jap mundësi do kërkojna, jam ekstrem e zëshme. Edhe me më pëlqy dikush, nuk jap mundësi. Jam veç diçka shumë një farë klikut madhë më jap. Ja jap naj infotam ose naj numër ose për jetë sociale shansa s'ka. Me jap këty naj kojt. A di kom qef më majtë atë statusen. Wait a minute! Who are you? Okej, a fermitet ma parë me mua apo me tonin? Me që? E tjerë? Çfarë luhet? Me tonin Samsana. Në pak sekonda dhe më thonë kjo është fytyra e vërtet e Benitës edhe po besoj që s'ka që ka me komentu më shumë këtë raportin e saj si e paprekshme për meshkujt. Diçka tjetër që më ka bon që di këto ditë është qysh ton kohën Olba, Shkurta dhe Benita, kjo treshja famshme, nuk pastrojnë as flokt, as grimin, dhe më thonë prej projmit në praj mjaftën ato me pos pastrimin e flokve, ka njerë ndodhë dhe dy projma bashkë bon edhe të njëjtin gjendje kanë të papastërtisë të madhe, dhe më thonë ekstrem, ma dje edhe në publik është komentu shumë papastërtia e tyne. Një debat tjetër që ka shpërthy këto ditë është ndër të tjerash ku thohet që ja u ke dështu njerëzve sezonën, kanë me ropi shman krejt ata njerëz që të kanë ftonë për dasma, ti s'din me këndu, pra këto janë debatet që kanë rrjedh nga kushtrimi respektivisht Labina Tregja, edhe që ka agravu debatin në një mas të madhe, madje edhe në projmin e kalon, por që ka vazhdu edhe ditëve djeshme dhe të sotshme. Një tjetër gjë që e karakterizu këtë ditë shpinë më të madhe në vend është edhe ardhja e një zorfi të kuq, që respektivisht zorfi i kuq nga traditat e hirave të kalone thot që ose do të ketë ndonjë penalizim për banorët ose do të ketë ndonjë dënim. Këto dyja më shumë shihen si masa respektive nga ardhja e zorfit të kuq, e që në një formët ose tjetrën sipas me do të jetë një dënim ose për gjuhën që Bia Khalifa e ka përdorur ndaj vllaut madh duke i thënë ton kohën pusha mos fal vllaut madh, ose mund të jetë penalizim për gjuhën e Labina Tregjës që dhe nxjerrjen e informacioneve nga jashtë duke i futur brenda tërkohën, edhe pse është tërhekur vëmendja, por edhe gjuhën që po përdor ndaj Elionës me rastin e vdekjes tashmë nënës dhe motrës së saj në një aksident në vitin 2021 në Kroaci. Tjetër është që ditët e vikendit, pra këto dy ditë ka pasur një tension dhe agravim të situatës ndërmjet Shkurtës dhe Hygertës, që Kence Hygert apo i ndërhyn tërkohën Shkurtës në debate dhe i ka thënë që të mos i rrim mbi kokë, siç thot ajo, dhe ta lërt lirë që të flas edhe mos me i ndërhyn debate ton kohën, por që sipas me Shkurta në ditëve të fundit veç po e bën zhurmuese në atë shtëpi, edhe nuk ka asnjë debat të shnjosh, e përdor një fjalor tamam tipik të katonorëve, edhe që i bjen disa fjalë që nuk kanë të bëjnë as me fjalorin shqip, duke u ndesh në këtë rast me Hygertën, e cila është një top lojtare dhe për momentin bashkë me Elionën, bashkë me Lundrimin, po ashtu edhe kushtrimin, edhe disa tjerë janë top lojtarë për mendimin tam në atë shtëpi, edhe që ata tjerët që po hojnë bukët siç thot populli, për mendimin tam janë Bia Khalifa, Arditi, sado që po mundohet me gjithë veten, Ibro në këtë rast, Benita deri dikon, edhe këto janë pak a shumë analiza deri pak orë para projmit, po ashtu është ekskluzive që sonte do të hyjë edhe Fjolla Morina, këngëtarja që për mendimin tim tamam VIP e kemi kësaj here më në fund, një VIP të shtëpisë. Edhe po ashtu është përflit shumë edhe hyrja e doktor Limit nga Shqipëria, që nuk e ushtron profesionin e doktorit, por ashtu e ka Novkën, i cili më herët ka qenë i dashuri i Albës, po ashtu edhe është aludu që ka bërë seks brenda shtëpisë së firmës VIP, dhe që po ashtu ka pasur lidhje dhe dashuri edhe me Bia Khalifën.